Pas më shumë se 30 vitesh, Kosova pritet ta ketë fabrikën e saj të municionit. Në fund të vitit të ardhshëm parashihen që prodhimet e kalibrave të ndryshme ta kenë firmën e Made in Kosova. Për ndërtimin e kësaj fabrike, lokacioni destinuar do të jetë Jaoci i Gjakovës, ku është parapar të ndërtohet edhe zona industriale e qytetit. Përmes kësaj nisme strategjike, ushtria e Republikës do të arrijë sigurinë e vendit e do të zhvillojë edhe më shumë kapacitetet mbrojtëse. Në fund të vitit të ardhshëm do të kemi plumbat e parë që do të prodhohen në Kosovë nga një fabrikë shtetërore e Republikës së Kosovës për nevoja të ushtrisë, policisë, por edhe për nevoja të eksportit. Ish ushtarak në Kosovë vlerësojnë si të rëndësishme ndërtimi një fabrike të municionit, në një kohë kur situata e sigurisë është e brisht në Ballkanin perëndimor, por edhe në përgjithësi në botë. Ndërtimi i kësaj fabrike, sipas ish komandantit të FSK-s Kadri Kastrati, do të kontribuojë në forcimin e kapaciteteve të forcës, por edhe rritjen e sigurisë së vendit. Situata në përgjithësi e sigurisë është jashtëzakonisht e brisht dhe nëse vihet deri te një konflikt i përmosave globale, atëherë do të jetë shumë e kufizuar edhe blerja e municioneve dhe armatimeve, dhe në këtë aspekt ndërtimi i kësaj fabrike, nëse nuk është deklarim politik, nëse është real ajo që është deklaruar, unë e shoh jashtëzakonisht të mirë dhe të dobishme për ne në përgjithësi. Prodhimi i municionit nga njohës të fushës, post që shihet i rëndësishëm në aspektin e sigurisë, pritet të kontribuojë edhe në zhvillimin ekonomik të vendit. Hapja e fabrikës municionit që nuk do të jetë vetëm për kapacitetet brendshme të përmbushjes, normal për fillim po derisa të përmbushim ato rezervat e nevojshme, por që më vonë do të jenë për eksport, pra dhe vende të tjera, që dhe mendoj që kjo do të ketë edhe një aspektin profitabil, që si është një përfitues. Një vit më herët, qeveria e Kosovës nënshkroi marrëveshje me prodhuesin turk të industrisë për ndërtimin e një fabrike të municionit në Kosovë. Marrëveshje kjo që do të shërbejë për prodhimin e kalibrave të ndryshëm të municioneve dhe mjeteve të tjera ushtarake sipas standardeve të NATO-s.